Një nga autorët e asaj që ndodhi në Mand u dorëzua. Në fakt, ishte me dëshirën e vetë, jo se policia e kapi. Por pse u dorëzua? Dhe pse pikërisht ishte ky moment? Daniel Pepa e mbylli aratin e tij brenda 30 ditëve. Ai u dorëzua në polici si autori dyshuar i ngjarjes së rëndë të ndodhur në Manës pak javë më parë, ku humbën jetën 2 persona pas një konflikti për ekspresin e kafes. Policia njoftoi se specialistët për krimin kundër jetës dhe pronës pranë drejtorisë vendore të policisë Durrës arrestuan shtetasin Daniel Pepa, 21 vjeç, banues në fshatin Manës, njësia Manës Durrës. Arrestimi u krye në zbatim të urdhrit të datës 14 nëntor 2025, lëshuar nga prokuroria pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, e cila ka caktuar masën e sigurimit arrest me burg ndaj këtij shtetasi, si personi dyshuar për veprat penale vrasja me dashje, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municioneve. Këto vepra lidhen me ngjarjen e datës 22 tetor 2025 ku u vran 2 shtetas. Ngjarja e rëndë ka ndodhur më 22 tetor në ambientet e jashtme të një lokali në Mans, ku u qelluan për vdekje me armëzjari 33 vjeçari Flori Paluçi dhe 23 vjeçari Aranit Kurti. Sipas hetimeve, konflikti nisi kur 21 vjeçari Daniel Pepa hyri në lokal dhe kërkoi një kafe, por kamarieri 17 vjeçar Alteo Pepa i tha se ekspresi ishte fikur. Në debat u përfshi dhe Flori Paluçi, i cili ndodhej në lokal me disa persona të tjerë, dhe grindja verbale degeneroi në sherr fizik. Pepa u largua me automjetin e tij, për pak më vonë u kthye së bashku me Ergi Kadiun dhe Aranit Kurti. Në momentin që ata tentuan të hynin sërish në lokal, Paluçi doli jashtë dhe qelloi në tokë me armëzjari. Në reagim sipas hetimeve, Pepa qelloi me armë drejt Paluçit, ndërsa Kurti e goditi këtë të fundit me grusht. Paluçi më pas e ka qelluar drejt të dyve. Nga të shtënat, Aranit Kurti humbi jetën në vend, pasi u qellua nga Paluçi, ndërsa ky i fundit ndroi jetë pak çaste më vonë nga plumat e shkrehur nga Pepa. Policia arrestoi 4 persona të tjerë për shirë në këtë ngjarje, për moskallëzim krimi. Ergi Kadiu, Erald Cani, vëllezëri Taulan dhe Miriam Beqaj. Ndërkohë, pas arrestimit të Daniel Pepës, në kërkim për këtë ngjarje vijon të jetë vetëm një 30 vjeçar, Gëzim Allçiu, i dyshuar për mbajtje pa leje, moskallëzim krimi dhe për kraje të autorit të vrasjes. Nëse ka gjë më të vështirë në Shqipëri, është historia të jesh në kërkim. Duen pafund të ardhura financiare, të cilat duhet të dish si t'i gjesh. Daniel Pepa nuk ishte një njeri që militonte në ndonjë grup kriminal. Ai thjesht kishte një shoqëri me të rinjt në këtë zonë, e cila gjithmonë më shumë po kriminalizohet. Në këtë kuptim, akuza ndaj tij nuk do të ishte aq e rëndë sa do ta çonte atë në burgim të përjetshëm, kur mendon edhe për faktin se përplasja nisi aty nga asgjëja. Megjithatë, edhe të paktën 20 vite burgim, minimalisht do të ishte shumë për një të rinj 21 vjeçar. Por analiza jonë mbetet në pikë tjetër. Sa i kushtonte atij arratia dhe pse e kishte të pamundur një gjë të tillë? Ose për gjithë ata që nuk kanë ndonjë bazë financiare dhe mbeten në arrati njësoj si ai. Analiza jonë është vetëm social-ekonomike për koston e jetesës për një person që jeton në arrati. Jeta në arrati është zakonisht shumë herë më e shtrenjtë se jeta normale, sepse një person s'mund të përdorë mjetet e tij zyrtare, qoftë kartën e identitetit, kartën me bankës, dokumenta, patent, ka vështirësi të gjejë një strehim të rregullt, duhet lëviz shpesh e tjera me radhë. Kostoja minimale orientuese, por jo udhëzuese, kuptohet, sipas një realiteti shqiptar që njohim, bazuar dhe në çmimet mesatare në këtë vend, është e tillë. Strehimi informal i fshet në vendin më të lirë në Shqipëri është 15 deri në 25.000 lekë në ditë. Kuptohet nëse merret një dhomë, një banesë në mënyrë të tërthort ose me ndërmjetës. Pra një apartament me qira, ose qoftë edhe një dhomë, e cila është marrë në emrin e dikujt tjetër. Shpesh kjo shkon më lart, sepse njerëzit që rrezikojnë t'u hapin dyer kërkojnë pagesë më të madhe. Ushqimi bazë mbetet i lirë në Shqipëri. Nëse e di të gatuash vetë, mund të jetë 7.000 lekë, dhe nëse nuk di, 15.000 lekë në ditë. Pra ushqimi thjesht, ose i bler her pas here. Lëvizja është më e vështira nëse të duhet. Ti nuk zgjedh taksi, por do të rrezikosh dikon tjetër, i cili po u kap
mund të akuzohet për përkraje të autorit krimit. 5.000 deri në 15.000 lekë në ditë, vetëm transporti mund të përllogaritet kurdo. Tani vim tek pjesa kryesore. Kur je në kërkim e kupton ke shok apo jo. Ajo që të kërkon pjesën më të madhe të parave është ndrima e të tjerëve, por nëse këto të duhen me pagesë, kjo është më e vështira. Në realitetin shqiptar, këto shpesh janë shpenzime më të mëdha. Mund të varjojnë në 10.000 lekë në ditë në varësi të rrezikut. Kuptohet kur nuk e miq, të cilët të lëvizin për misi duke rrezikuar jetën me ty. Në realitetin shqiptar, dikush që mund të fshihet, mund të shpenzoj minimalisht 40.000 lekë, ndërsa maksimalja asnjëherë nuk mund të përllogaritet. Kjo që përllogaritem nuk është e një personi i cili kërkohet për antarësimin e tij në krimin e organizuar. Kjo është një përllogaritje e një njeriu i cili ka kryer një krim për cilin mbase edhe policia nuk është se e kërkon me ngul. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon, figura e të kërkuarit nga drejtësia që ka lidhje me krimin e organizuar shfaqet shpesh si miti i qëndrueshmërisë, pasurisë dhe mbrojtjes nga strukturat të nëndeshme. Megjithatë, realiteti i jetës narrativ shumë i ashpër, më i kushtueshëm dhe më pak romantik se sa tregohet në narrativa popullore. Një antar i organizuar kriminal, i cili për shkak të asmërive, konflikteve të brendshme ose sulmeve rivale ka nevojë edhe për truproja, gjen veten në një ekzistencë të gjymtyr, ku mbijetesa është e vetmi ambicie e përditshme, ndërsa liria është një iluzion i shtrenjtë që zbehet dita ditës. Një teori, një personazh i krimit organizuar me fuqi dhe lidhje ka mbështetje të gjerë. Në praktik, sa më shumë rritet rreziku, aq më i madh bëhet numri i njerëzve nga të cilët ai varet. Rrjeti i truprojave, ndërmjetësve, shoferëve dhe strehuesve krijon një zinxhir varësie, ku secili hall kërkon pagesë, pesnikëri dhe shpesh edhe garanci të papërshkrueshme. Ky mekanizëm e bën të kërkuarin më të cënueshëm se sa i duket publikut. Ai mund të tradhtohet, shfrytëzohet ose praktiset në momentin e parë të dobësisë. Ndryshe nga qytetari i zakonshëm i cili shpenzon për normalitetin, i kërkuari shpenzon për mbijetesën. Strehimi nuk është thjesht dhomë, është një hapësirë e pazbuluar ku rreziku duhet jetë zero. Lëvizja nuk është udhëtim, është shmangje. Ushqimi nuk është konsum, është furnizim i heshtur. Sa më shumë roje ka një individ, aq më e lartë është kostoja ekonomike e sigurisë. Në realitetin ballkanik truproja nuk paguhet vetëm për para, por edhe me rrezik, besnikëri krajinore ose borxhe kriminale. Kjo kosto e bën jetën e një të kërkuari jo vetëm të papërballueshme, por edhe të paplanifikueshme. Në Shqipëri, konflikti i dhunshëm nuk është gjithmonë vetëm çështje kriminale. Shpesh marr ngjyrime familjare, krajinore ose nderi. Një antar i krimit organizuar mund t'i shpëtojë policisë, por hasmit jo gjithmonë. Hasmëria është një mekanizëm i pamëshirshëm. Ajo është kolektive. Kalon brez pas brezi dhe përfshin njerëz që nuk mund të blihen me lek apo pushtet. Për këtë arsye, të jetuarit në fshehje nuk është thjesht shmangje e shtetit, por shmangje e një bote të tërë që kërkon akmarrje. Ndërsa shpenzimet rriten, liria zvogëlohet. I kërkuari u mbet aksesin në jetën sociale. Nuk mund të ndërtojë identitet të qëndrueshëm, por nuk mund të ketë marrëdhënie normale familjare dhe nuk mund të besojë askënd. Jeta e tij kthehet në një burg me pamje nga jashtë, një qeli ku nuk ka vërtet hekura, por ka gjithmonë frikë. Njerëzit që e ndihmojnë një person në kërkim duhet të jenë shumë të afërt. Në fakt, shpeshherë tregohet dhe rrëfehet se pikërisht ata më të afërtin në një moment kur lodhen janë ata që tradhtojnë të parët. Mirë po jemi mësuar që në çdo histori arratisjeje, vëmendja e publikut fokusohet zakonisht tek personi i shpallur në kërkim, veprat e tij, vitet e fshehjes, mjetet e mbijetesës, momenti i arrestimit. Por në hijet e çdo arratisjeje ekziston një figurë më pak e dukshme, më e rrezikuar dhe shpeshherë më e ngarkuar moralisht, ai që ndihmon të kërkuarin. Kjo figurë që mund të jetë mik, familjar apo thjesht në një person që ndjen detyrim, ndodhet në pozitën më të vështirë që mund të imagjinohet. Për të arratisurin, objektivisht i qartë, të shmang kapjen. Ai jeton me një logjik të një dimensioni të vetëm, instiktin për të mbijetuar dhe për të fshehur, por njeriu që e ndihmon lëviz në një terren shumë kompleks. Ai nuk është ngritur mbi nevojën për të fshehur për veten e tij, por për të ruajtur një tjetër. Vendimi i tij nuk buron nga frika e ndonjë akmarrje, por nga frika se rrezikon një burg të gjatë për një gjë të cilën është koshient që nuk ishte pse ti ndodhte.
Pra mund të marrësh një burgim prej 3 apo 5 vitesh, vetëm se i çon bukën dhe e transporton e kështu me radhë. Një gjë të cilën në një moment e bën për shoqëri, por kur ke të bësh me një akuzë për vrasje, gjërat ndryshojnë. Nëse të kapin pasaj vijnë presionet ligjore, çdo shtet e dënon në rënd strehimin, ndihmën apo fshehjen e një të kërkuari, shpesh me të njëjtën ashpërsi si aktin e vet të arratisurit. Njeriu që ndihmon jetën në frikën e dyfisht, frikën se ai që mbron mund të kapet dhe frikën se mund të zbulohet roli i tij. Ndryshe nga i arratisuri që është i përgatitur psikologjikisht për jetën jashtë ligjit, ndihmësi nuk është zakonisht një kriminal. Ata që ndihmojnë të kërkuarit përjetojnë një ankth të veçantë. Çdo telefonat, çdo makinë policie që kalon pranë, u duket sikur e kanë me atë, ndërsa i arratisuri fshihet fizikisht, ndihmësi fshihet emocionalisht. Dhe ka dhe një element tjetër që e bën pozitën e ndihmësit jashtëzakonisht më të vështirë, mospërfitimi. I arratisuri fiton lirinë e tij, ndërsa ai që e ndihmon nuk fiton asgjë. Ai merr vetëm rrezikun. Ndihma e tij shpesh nuk është shpërblim, është sakrificë. Dhe kur i arratisuri kapet, ai që e ndihmon mbetet me pasoja ligjore ndonjëherë dhe morale. Të gjithë kapen ose dorëzohen, për ata që i ndihmojnë shpesh mbeten të burgosurit e vërtet kësaj historie, edhe pasi gjithçka ka mbaruar. Kur akuzohesh për vrasje, nuk mund t'i shpëtosh një gjykimi. Sidomos edhe kur je i ri, si personi i cili u dorëzua në drejtorinë e policisë së qarkut Durrës. Arratisja është gjendja e përhershme e tensionit, një ekzistencë që ngjan me një stacion të përkohshëm ku çdo ditë zgjohet frika se përkohshmëria ka marrë fund. Por kur dikush hyn në arratiqe në moshën 21 vjeçare, një moshë ku shumica e njerëzve zbulojnë veten dhe dëshirën për të ardhmen, arratisja nuk është thjesht shmangje e ligjit, është ndrrimi i gjithë jetës. Ky realitet kontraston fort me arratisjen e dikujt më të moshuar, i cili në një mënyrë një tjetër ka kaluar një cikël më të plot jete, me identitet apo model sjellje. Nuk është njësoj si të zgjedhësh një arrati 21 dhe 40 vjeç apo më shumë. Ti jesh 21 vjeç dhe të futesh në arrati është si të rrëzosh një pallat që s'e ke ndërtuar asnjëherë. Rinia në këtë moshë është një fazë formimi, por një arratisje në këtë moshë ngrin jetën menjëherë. Nuk ka një rrjet të konsoliduar familjar apo profesional ku të mbështeten. Nuk kanë mësuar ende artin e durimit, të vetë kontrollit apo të maskimit emocional. Mungesa e përvojës i bën më të ekspozuar ndaj gabimeve, tradhtive dhe marrjes së vendimeve impulsive. Në vend të eksperiencave të natyrshme të rritjes, ata njohin vetëm frikën, lëvizjet e fshehta, gënjeshtrat e detyruara dhe ndryshimin e vazhdueshëm të identitetit. Për një 21 vjeçar, arratisja është një adoleshent të cilën e mbyllën dhunshëm dhe një pjekuri që vjen me forcë, pa proces, pa rritje. Me kalimin e viteve të rinj arratisen nga vetja apo aq sa nga autoritetet. Duke përllogaritur këtu edhe parat që të duhen, atëherë çfarë do të bësh? Do të zhytesh edhe më thellë në një krim? Se nuk e ku shkon. Çdo vit që kalon e bën më të vështirë rikthimin e një jetë normale. Ndryshe nga një person që hyn në arrati në moshën 40 apo 50 vjeçare, ka një strukturë jete që tashmë është përjetuar. Punë, familje, përvoje gjatë, njohuri sociale. Ai ka më shumë aftësi për disiplinë, durim dhe fshehje. E një botën më mirë, kupton rrezikun më thellë dhe merr vendime më të ftohta. Por arratisja në moshë të madhe ka historitë e veta. Ai futet në arrati me baren e humbjes që ai ka ndërtuar. Ndjen peshën e përgjegjësisë ndaj fëmijës, ndaj bashkëshortes, ndaj familjes. Shkurt, nëse një ri humbet ardhmen, ai që është më i moshuar ka humbur të shkuarën. Frika e një 21 vjeçari është e papërpunuar, shpesh me ankth, e shoqëruar gjithmonë me gabime impulsive. Të arratisurit e rinj shpesh bie në sy pikërisht sepse nuk din të menaxhojnë tensionin, ndërsa një i moshuar frikën e shndron gjithmonë në rutinë. Shohim pikërisht ekstradimin e fundit në Shqipëri. Pas 25 vitesh u kap dhe u soll për një vrasje të dyfishtë. Kamber Duanxhiu ishte i shtetas 44 vjeçar, i kërkuar nga prokuroria e Astit pasi ishte dënuar në mënyrë përfundimtare me 30 vite burg për vrasje dhe tentativë vrasje. Krimet ishin kryer në zonën e Astit në 1999. Hetimet i kishte bërë Karabineria vendase nën koordinimin e prokurorisë asaj kohe.
Pasi kishte kryer krimin, ai ishte larguar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. U kap në Florida 25 vite më vonë. Identifikohet në Florida. Duket pak si e çuditshme që pas kaq shumë vitesh të identifikohesh dikund. Gjasat janë që dikush mund ta ketë njohur, megjithatë raportimi zyrtar është se kishte një hetim të kryer nga Shërbimi për Bashkëpunim Ndërkombëtar të Policisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasi u vërtetua pikërisht qëndrimi i tij i palishëm, ai dëbohet vitin e shkuar drejt origjinës, pra Shqipërisë. Me mbritje në Tiranë, i kërkuari ndalohet menjëherë dhe arrestohet nga policia shqiptare. Në nëntorin e 2025-s ekstradohet për në Itali. Vrasja për cilën Kamer Duangjiu, atëherë 21 vjeç, ishte dënuar, daton më 29 shtator 1999. Viktima ishte Fatbardha Leshi, një grua e cila ushtronte me dhunë prostitucion, që u vra me thik poshtë banesës së saj, në lagjen Santa Caterina në Asti. Ishte një ndërtesë ku atë kohë jetonin shumë familje, megjithatë krimi i kryer në orën e darkës nuk pati dëshmitar. Ekzekutori drejt për drejt ishte Gzim Paço, atëherë 30 vjeç, ndërsa Duangjiu akuzohej për bashkëpunim në vrasje. Disa persona deklaruan se kishin dëgjuar britma dhe kishin parë hije që largoheshin me vrap. Vendimtare në hetime ishte gjetja e mvonshme e thikës nga karabinierët, një kopsht aty pranë, mbi cilën u gjetën shenjat e gishtrimeve të Gzim Paços, i dënuar po ashtu edhe ai me 30 vite burgim. Sipas rindërtimeve të kohës, viktima nuk ishte një grua që ushtronte thjesht prostitucion, por ishte pjesë bashkë me vrasësit e saj të një grupi që kontrollonte prostitucionin në zonën e Astit. Sipas asaj kohe, dhuna e grupit të shqiptarëve u shkaktua nga një shkelje e bërë nga gruaja e cila disa muaj më parë ishte sulmuar edhe një herë. Gjithçka kishte të bënte vetëm me fitimet. Frank Freshwaters, i njohur edhe si Reon, është personi që e ka shijuar arratin më shumë në botë. I lindur dhe i rritur në Akron të Ohio's, Freshwaters u arrestua në vitin 1957 për vdekjen e Eugene Flam, të cilin e goditi dhe e vrau ndërsa po e ngjiste makinën me shpejtësi. Deklarohet fajtor për vrasjet pavullnetshme dhe pas një dënimi të shkurtër në burgun famkeq të Ohio's, arratiset në një fermë të sigurisë së ulët në vitin 1959. Në vitet në vijim, Freshwaters jetoi në një identitet të rrem dhe punoi si shofer kamioni. Dënimi i tij ishte më i gjatë deri në 20 vite burg. Dënimi u pezullua dhe ju caktua për një periudhë prove prej 5 vitesh. Pas shkeljes së kushteve të provës, ridënohet me 20 vite burg. 30 shtator 1959. Freshwaters arratiset, ndonse detajet e arratisjes nuk janë bërë asnjëherë publike. Rreth vitit 1986 vendoset në zonën e Melbourne, Florida, me emrin William Harold Cox, duke jetuar bashkë me njërin prej djemve. Në kohën e arrestimit të tij të mëvonshëm, Freshwaters jetonte në një rimorkjo të rënuar në pronën e prindërve të senatorit të Floridës, Ted Altman. Ai shërbente si kujdestar i një zone të madhe kënetore, duke mbajtur profile të ulta, duke peshkuar dhe duke larguar atë që tentonin të hynin pa leje. Në fillim të vitit 2015, Shërbimi i Marshallëve krijon një njësi për çështjet e ftohta në Ohio, e cila rihap kërkimet aktive për Freshwaters. Hetimet çohen në përfundimin se ai mund të jetonte në zonën e Melbourne. Në 4 maj 2015, autoritetet ju afruan dhe ju treguan një fotografi të vetes nga viti 1959, duke e pyetur nëse e kishte parë atë njerëz. Ai u përgjigj se nuk ishte parë prej shumë kohësh, por shumë shpejt pranoi identitetin e vërtet dhe u arrestua pa rezistencë. Në momentin e arrestimit, ai ishte personi që kishte qëndruar më gjatë në arratin në historinë e Shërbimit të Marshallëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Freshwaters ekstradohet në Ohio dhe dërgohet në Departamentin e Rehabilitimit dhe Korrektimit. Mbi 2000 persona nga 6 shtete i shkruajnë bordit të provës në mbështetje të tij. Në 25 shkurt 2016, autoriteti i provës i rritur në Ohio votoi për lirimin e tij, pasi avokati argumentoi se gjatë dekadave në arrati ai nuk kishte shkaktuar asnjë dëm. Freshwaters vendoset në 5 vjet mbikëqyrje prove dhe lirohet më 15 qershor 2016. Në Shqipëri ka ndodhur që ja arrestuar dhe ekstraduar edhe 30 vite pasi e ke kryer krimin. Sepse të gjitha krimet në këtë vend parashkruan, por vrasja jo. Nëse je dënuar për një vrasje, çfarë rëndësie ka se në çfarë viti? Derisa të bëhesh 100 vjeç, emri jot
nuk ikën nga lista e më të kërkuarve. Shqipëria ka më shumë se 1000 persona të dënuar për vrasje, të cilët ndodhen në arrati dhe nuk janë kapur asnjëherë. Kjo shifër përfshin autor të krimeve që datojnë që nga fillimi i viteve 90, por një pjesë e madhe e tyre lidhet me periudhën kaotike të vitet 97, kur dhjetra të burgosur për krime të rënda, përfshirë vrasje, arritën të largoheshin nga institucionet e vuajtjes së dënimit. Pjesa dormuese të arratisurve nuk gjendet më brenda territorit të Shqipërisë. Shumë prej tyre kanë ndryshuar identitet, krijuar dokumente të rrem ose kanë përfituar nga sistemet e dobta të regjistrimit në vitet tranzitore. Këta persona kanë mundur të rindërtojnë një jetë të re duke u integruar në komunitete emigrantësh, shpesh si punëtor fizik, shofer, ndërtues apo punonjës shërbimesh. Profesione që nuk kërkojnë verifikime të thella dokumentacioni. Vendet e Bashkimit Evropian janë strehimi kryesor i të arratisurve shqiptar të dënuar për vrasje. Midis tyre, Mbretëria e Bashkuar renditet si vendi ku mendohet se ndodhet të jetë pjesa më e madhe e tyre, më së shumti për shkak të mundësive të shumta për punë informale, komuniteteve të mëdha shqiptare, sistemi të dikurshëm të kapur të hyrje-daljeve përpara kontrollit të rrep pas viteve 2000. Një numër shumë i vogël prej tyre ndodhen aktualisht në Shqipëri, duke qenë se vendi i vogël dhe rrjeti i kufizuar i kontakteve e bën fshehjen pothuajse të pamundur për një periudhë të gjatë kohe. Në listën e personave të pakapur hyn me qindra të dënuar që u larguan nga burgjet gjatë trazirave të vitit 1997, kur institucionet shtetërore u rënuan dhe kontrolli mbi burgjet u zhduk për javë të tëra. Disa prej tyre u arratisën drejt Italisë me gomone, të tjerë kaluan kufi toksor drejt Greqisë apo Malit të Zi, ndërsa një pjesë nisën procesin e zhdukjes brenda vendit përpara se të arratiseshin jashtë. Për shumë prej tyre, dosjet e vjetra nuk janë rihapur, identitetet e reja nuk janë zbardhur kurrë dhe autoritetet e huaja nuk kanë qenë në gjendje t'i lokalizojnë, sidomos për rastet që datojnë mbi 25 apo 30 vite më parë. Rasti i prendit që treguam ishte një rastësi. E vetmja mundësi që tek tu kapet ndonjëherë ndonjë prej tyre është vetëm për faktin se ndonjë prej familjarëve të viktimave i identifikon dhe lajmëron policinë. Ka gjithmonë një njeri që nuk e harron se i ke vrarë një të afërm. U kap afërsisht pas 30 vitesh në Shqipëri dhe përbën rekord më vete. Fram Prendi i shpallur në kërkim ndërkombëtar prej gati 3 dekadash pasi ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje. Prendi ishte në listën e 50 personave më të kërkuar të policisë së shtetit, e cila më herët kishte publikuar fotografinë e tij me qëllim lokalizimin dhe kapjen. Njësia e posaçme e kërkimit FAST dhe strukturat homologe të vendeve europiane të rrjetit M-FAST në pikën kufitare të Anitotit bën të mundur kapjen dhe prangosjen e 61 vjeçarit nga fusharësi Puk. Fram Prendi, 61 vjeç, lindur në fshatin Puhut, njësia administrative Rap Bashkia Puk, ishte i dënuar me burgim të përjetshëm. Vrasjen e kishte kryer në vitin 1992. Sipas një vendimi numër 18 të datës 5/4/1994 të gjykatës së rrethit gjyqësor Puk, Prendi është dënuar me burgim të përjetshëm për veprën penale, vrasje me dashje për motive të dobta. Ky vendim lidhet me ngjarjen e datës 9 mars 1992, rreth orës 19, në vendin e quajtur tek rezervuar i qytetit të Pukës, ku ai vrau një shtetas për motive të dobta. Për këtë krim arrestohet dhe po vuante dënimin në burgun e Bënçës, Tepelen, por gjatë ngjarjeve të viteve 97 u largua nga institucioni i vuajtjes së dënimit. Ai mban një rekord të kapjes pas një arratie të gjatë, por jo se është i vetmi në këtë kohë në kërkim që nuk është kap, ka qindra të tjerë të cilët mund të kenë edhe ata 30 vite në arrati.